Njeriu vepron në të jashtëmen e tij atë çfarë ka në brendësitë e tij. Nëse do të jemi mirë nga aspekti shpirtëror, kjo do të demonstrohet pastaj edhe në aspektin mendor. Sepse normalisht njeriu vepron me anë të ndjenjave, njeriu vepron me anë të emocioneve. Sa më shumë ne ti kemi të rregullta emocionet, ti kemi të sistemuara, ti kemi të kornizuar në ato këshilla që profeti alayhis salam e ka orientuar besimtarin që të ketë një program ditor. Prandaj dhe namazet që janë në segmente të ndara janë pikërisht për këtë gjë. Besimtari të futet në një rutinë ditore, por që të jetë në rutinë të vazhdueshme, të jetë gjithmonë në këtë rast. Thot profeti alayhis salam, nuk i lejohet besimtarit të dalin nga shtëpia pa përmend Zotin, pa thënë bismillah, tawakkaltu ala Allah, siç e tha më lart. Por nga ana tjetër, nuk lejohet besimtarit të dalin nga shtëpia pa pasur një plan konkret se ku po shkon. Dhe ky plani konkret vjen sepse besimtari duke medituar për Zotin e bën planin, unë do dal nga shtëpia, po prit se kam për të fal namazin, kam drekën, kam akşamin, ku do mëzoj mu namazi. Dhe në këtë kornizë dhe në këtë dimension ai bën disa plane për jetën. Dhe kjo po diskutim e vendos njeriu në jetë të shëndosh, të vazhdueshme dhe të shëndetshme. Dhe nëse njeriu do të ketë problematika, siç tham, të planifikimit të ditës, nuk do të përmendi Zotin dhe nuk do të ketë planet e ditës së tij në marrëdhënie me Zotin e tij, normalisht ai do të ketë pastaj çrregullimet, dhe çrregullimet sado që të vinë dhe të shtohen, aq më shumë edhe njeriu më pas mund të ndjejë ankthje dhe problematika të ndryshme në jetën e tij.